Gjatë muajit tetor, policia ka gjobitur 16.801 qytetar pasi kanë shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Ministria e Punëve të Brendshme sqaron se 4.821 shkelje ishin për shkak të tejkalimit të shpejtësisë. MPB thekson se 121 persona janë arrestuar për drejtim të pakujdesshëm të automjetit në përputhje me nenin 297A të kodit penal, nga të cilët 94 për ngasje në ndikimin e alkoolit, 4 për ngasje në ndikimin e drogës dhe substancave psikotrope ose prekursoreve, 15 për ngasje me shpejtësi më të lartë se shpejtësia e lejuar në vendbanim, 8 për ngasje me shpejtësi më të madhe se shpejtësia e lejuar jashtë vendbanimit. Gjatë muajit tetor janë evidencuar 4.165 kundërvajtje për parkim të parregullt. Janë shqiptuar 1.888 masa ndaj shoferëve që kanë drejtuar automjetit pa patent shoferi, si dhe 373 sanksione për ngasje në ndikimin e alkoolit. Dhe në pajtim me dispozitat e ligjit për sigurinë e trafikut rrugor, janë sanksionuar 111 shoferë motorësh për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse, si dhe janë sanksionuar 232 këmbësor dhe 63 shoferë të trotinetëve elektrik. Gjithashtu janë sanksionuar 942 pjesëmarrës në trafik, të cilët nuk kanë përdorur rripin e sigurimit. MPB sqaron se sipas ligjit për automjete, 480 automjete janë larguar nga trafiku për shkak se kanë qenë të paregjistruara, ndërsa 176 për shkak të parregullsive teknike. Po ashtu janë sanksionuar dhe 145 shoferë për errësim të paligjshëm të xhamave dhe një tjetër për përdorim të paautorizuar të pajisjeve sinjalizuese, ndriçuese dhe zanore. MPB njofton se kontrollet e trafikut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim dhe u bëjnë thirrje pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë rregullat.